بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها القلب عديل الله فإن راحة في ذكراه وأن السعادة في قربها لا إله إلا الله O zemra ime pse po largohesh nga rruga që të çon në shpëtim. Kjo dynja është vetëm një provë, jo vend për krenari pa kufizim. Dikur lutesh e natën me lot, kërkoje falje me përullësi. Sot je larguar nga jo rrugë dhe zemra jote kërkon përsëri. Namazit të pret, mos e momo, se është lidhja jote me Allahun. Në çdo seksh dhe gjen qetësi, aty shërohet shpirti i plagosur. Kthehu tek Allahu, mos vono, kërko falje me sinjeritet, واستغفر ربك في كل حين. Se ai fal çdo mëkat, innehel ghafurur rahim. Shejtani të flet, të thotë ke kohë, por vdekja nuk pyet asnjë njeri. Sot je i fort, nesër në tokë, dhe vetëm veprat do flasin për ty. Mos e lër zemrën të ftohet nga mëkate, se rësira rritet pa endje. Pendohu sot, mos e shty për nesër, se nuk e di nëse do jesh gjallat them. Lekso Kuranin, gjej udhëzim, në çdo ajet ka dritë dhe shpres. Ai është fjala e Allahut, që të çon drejt qenetit pa dyshim. Ya Rabbi tub alejna tuba nasuha, waghsil qulubna min al-dhunub, اهدنا الصراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. لا تتركنا في غفلتنا ولا تقبض أرواحنا إلا وانت راض عنا. كفاه تك الله مصفنا، ارجع إلى الله قبل الفوات. موسشيت شبيرتين برتبات، فإن هذا إلى لا محال.
është pafund ورحمة انت وسعت كل شيء kur të vidita dhe të jesh vetëm nën dhe pa askën pran, as pasuria, as fama, as shokët nuk do të ndihmojnë atëherë. O vlla vetëm namazi që e fale me zemër, vetëm lotët që derdhe për Allahun, vetëm veprat që i bëre fshehur do të japin dritën në varr. Dhe kur të dalësh para ti, çfarë do thuash, çfarë përgjigje ke? Përgatitu sot për atë takim, se ajo ditë është e vërtet. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Kthehu tek Allahu sot tani, ارجع إلى الله ولا تتأخر. Mos prit nesër se nuk dihet فالموت يأتي بلا موعد. Allahu pret me mëshirë, فباب التوبة مفتوح. بنdohu sot me gjithë shpirt قبل أن يغلق ذلك الباب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله